107 vjetori ndarjes nga jeta të Ismail Qemalit është përkujtuar për gjatë kësaj të shtune edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj, kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë Hysni Shara, antar dhe përfaqësues të tjerë të kësaj partie, kanë vendosur kurora me lule në varrin monumental të Pllakut të Urtë të Pavarësisë. Në fjalën e tij, Bujar Leskaj nderoi veprën dhe kontributin e shtetasit të parë shqiptar. Për Leskajn, Ismail Qemali, ati i kombit shqiptar, ka hyrë në panteonin e historisë shqiptare. Ismail Qemali duhet të jetë shembull i pushtetarit që vendos në radhë të parë interesat e kombit e jo të vetat personale. Ismail Qemal Vlora, ati i kombit shqiptar, themeluesi i shtetit, babai i pavarësisë, kaloi në përjetësim dhe një herë azi hyri në panteonin e lavdisë shqiptare, hyri në altarin e patjetërsueshëm të themeluesve të shtetit, të heronjve të shtetit shqiptar. Ismail Qemal Vlora ka qenë, është dhe do të mbetet personaliteti i padiskutueshëm i rilindjes kombëtare shqiptare, personaliteti më i lartë politik i kësaj rilindje, personalitet politik, shtetar i lartë që finalizoi të gjitha luftrat dhe përpjekjet e shqiptarëve për pavarësi, duke shpallur në Vlorën e tij të shtrenjtë pavarësinë e Shqipërisë në 28 nëntor 1912. Një personalitet i rrallë, tek i cili gërshetoheshin në një njeriu, politikani, shtetari dhe pavdeksia. Ismail Qemal Vlora na mëson dhe sot dhe do mësoj për herë politikën shqiptare që pushtetarët mbi të gjitha dhe në veçanti pushtetarët e lartë mbi të gjitha duhet të vendosin interesat e Shqipërisë, interesat e kombit shqiptar. Ismail Qemali gjithmonë është ngritur mbi ato interesat me meskine të vogla, të njerëzve të bashkëkohësve të tij dhe si një diplomat dhe shtetar i rrallë, jo vetëm realizoi pavarësinë, jo vetëm themeloi shtetin shqiptar, udhëhoi qeverinë shqiptare prej më se 14 muajsh, po mësoj shqiptarve një herazi dhe inkurajoj debatin publik dhe themeloj institucionin e dorëheqjes në një kohë kur nuk duhet të dorëhiqej. Leskaj thot se nëse Ismail Qemali do të ishte gjallë, nuk do të ishte krenar për Shqipërinë që është sot, një vend mes korrupsionit dhe diktaturës që e ka mbërthyer. As përkujtimi i vdekjes së Ismail Qemalit në 107 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta nuk e ka bërë bashk politikën, e cila ka kryer homazhe në varrin monumental në orare të ndara.